Në datat 17 dhe 18 maj, qyteti bregdetar i Vlorës do të ketë një ser aktivitetesh, ku do të çelë zyrtarisht edhe sezonin turistik. Aktivitetet do të shtrihen në zonën përgjatë Bregdetit, në plazhin e ri në Lungomare, ndërsa kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Tredha thotë se Vlora është gati për t'i dhënë jetë një sezoni të jashtëzakonshëm, ndërsa u bëri thirrje të gjithëve të vinë në Vlorë, në qytetin më të bukur të Shqipërisë, ashtu siç e cilëson ai. Aktivitetet për çeljen e sezonit turistik do të fillojnë prej para ditës të së shtunës dhe do të vijojnë për 2 ditë me radhë. Përveç koncerteve në mbrëmje ku do të performojnë Ledri Vula, Soni Malaj, Ylli Limani e të tjerë këngëtarë artist, nuk do të mungojnë as ekspozitat e pikturës apo garat sportive. Një përshëndetje për gjithë qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm. Siç e shikoni, pas meje është duke mbaruar një nga stagjet më të mëdha që kemi vendosur në qytetin e Vlorës. Edhe arsyeja është vetëm një, ne jemi gati për të çelur sezonin turistik për vitin 2025. Do të ketë aktivitete nga më të ndryshmet, por më kryesorja është që ne fillojmë ditën e shtunë në datë 17 me një event që quhet Miss Summer World, që do të bëhet po në këtë stage, dhe pastaj për të vijuar me një koncert madhështor që do të zgjasë 2 ditë në fakt, datë 17 dhe 18 do të jetë Ledri Vulaj, do të jetë Kida, do të jetë Ylli Limani, do të jetë Soni Malaj dhe shumë artistë të tjerë të mirënjohur të Shqipërisë. Shpresojmë që këta artistë të bëjmë bashkë gjithë komunitetin vlonjat dhe jo vetëm, sepse ja vlen të festojmë. Ja vlen të festojmë edhe të japim dhe një ogur të mirë për gjithë sezonin ton turistik që të shkojë sa më mbar. Gjithashtu kemi aktivitete të tjera që shoqërojnë në vijim. Në të dielën kemi triatlon, një event sportiv tashmë që do të bëhet ritual për çdo vit në qytetin e Vlorës. Shpresojmë të dalë sa mirë dhe ajo dhe i bëj një thirrje vlonjatëve të jenë prezent në këtë aktivitet. Ashtu sikurse përgjatë gjithë Lungomares do të kemi Moving Culture, është një lloj arti ndryshe, pra një art rruge që do të performohet të radhë nga artistë. Në mënyrën e vet do të bëjmë pantomima nëpër qytet. Kam përshtypjen që gjithë rinia do t'i përqafojë këtë lloj aktivitetesh sepse ja vlen. Ashtu sikurse kemi edhe panaire që do të ndodhin këtu, dhe në panair do të kemi artizanët vlonjat dhe jo vetëm, do të kemi edhe shkollën industriale, e cila i bashkohet jo vetëm këtij aktiviteti që ne po bëjmë ditë të vijim, por na është bashkuar gjatë gjithë kohës me të gjitha aktivitetet që ka pasur Bashkia e Vlorës, dhe dua t'i falenderoj. Kështu që festojmë gjithë së bashku, të jemi bashkë, sepse ja vlen të festojmë dhe ja vlen të japim një lloj ngjyre ndryshe, një harmoni ndryshe qytetit të Vlorës, ashtu sikurse e meriton. Kështu që ju mirëpresim në qytetin më të bukur të Shqipërisë, në Vlorë. Kryebashkiaku i Vlorës Ermal Tredha thotë se është krenar që Vlora u përfshi në aktivitetin ndërkombëtar të Giro d'Italia, ndërsa bashkia sipas tij ka marrë vlerësime nga organizatorët e këtij aktiviteti. Kryebashkiaku foli edhe për disa aktivitete të tjera që do të shtrihen në Vlorë gjatë gjithë sezonit turistik. Fakt, Giro i Italisë është një nga ato momente që ndodhin shumë rrallë në një qytet dhe unë jam krenar, siç është krenar çdo shqiptar, që Vlora u përfshi në etapën e Giros së Italisë. Doli super, ka pasur mbështetje maksimale, kemi marrë dhe falënderimet nga organizatorët. Ashtu sikurse kemi aktivitete në fakt tjera, në datë 23-24 Shaulona Folk është bërë tashmë aktiviteti i përvitshëm, edhe ka një prezencë gati të 40 komsive që marrin pjesë në këtë aktivitet, ku japim dhe marrim nga tradita e çdo shteti së bashku, pra ndërthurje shumë spektakolare kjo. Po ashtu kemi në qershor, kemi një aktivitet tjetër, datë fundi qershorit bëhet fjalë për Karnavalet e Brazilit. U bë vjet, ky është viti i dytë që po organizohet dhe shpresojmë të jetë më madhështor këtë vit, paktën edhe nga takimet që kemi pasur në ambasadën e Brazilit, presim diçka më të madhe. Dhe ndërkohë në datë 24 maj ne kemi po prapë një aktivitet me Teatrin e Operës dhe Baletit. Do të bëhet një mbrëmje gala në Teatrin Petro Marco, ku do të ketë performues qoftë nga Teatri i Operës, ashtu edhe artistë nga Italia. Do të jetë diçka jashtëzakonshme, shpresojmë gjithë ta shijojnë, duke i bërë thirrje gjithmonë gjithë qytetarëve të marrin pjesë se ja vlen.